Projektligji i korporatës së investimeve që pritet të miratojnë nga kjo qeveri e bën pronar de facto çdo pasuri publike të paluajshme në vendin. I pa lënë llogari askujt, mund të përdorë për të përshpërndar pronat publike tek njëjta obligat, apo tek persona të pa identifikuar, për dështimin e investimet të korporatës. Që qytetarët kanë bërë në këtë institucion me 36%. Kjo gjë e tregon se besimi i qytetarëve është i rritur ndjeshëm. Nuk ka ndonjë gjë për qeshur këtu, po themi realitetin. Jo, zonja Çaushi, vetëm pyetjet. Ju lutem zoti Gjoni Qetësi. Pyetja e zonjës Çaushi. Ndikon tek besimi dhe është e lidhur me besimin publik, i cili është shumë i ndjeshëm dhe i ndikuar nga disa faktorë. Cilët janë elementët që sipas jush kanë ndikuar më shumë në rritjen e besimit të qytetarëve që kanë ndaj strukturës tuaj? Dhe a mendoni se transparenca e SPAK dhe komunikimi publik kanë ndikuar drejt për drejt në këtë besim të shtuar? Si mendoni se mund të forcohet më tej ky raport besimi midis qytetarëve dhe strukturës së SPAK në vitet e ardhshme? Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja